Pasi e kam menduar shumë gjatë, është një situatë shumë delikate këtu që ndodh në shtëpi. Është një situatë shumë e jashtëzakonshme, por kam marrë vendimin që ta marr guximin dhe ta bëj. Nga këtu, jo pasi të dal jashtë, pjesën e mbulimit, sipas fejës muslimane. Këtë si ndjesi e kam pas përpara se të futem në Big Brother, po tani që jemi drejt fundit, edhe po e ndjej veten pak më në paqe, më në balancë. Thash pse mos, dhe t'i them botës që edhe në mes të një situate kaotike, balanca i te kalon gjitha. Ky vendim që unë kam marrë, a jam e sigurt apo jo, është një lloj pyetje që unë nuk e konsideroj më fare. Është diçka që thjesht e di, e ndjej dhe e du ta bëj. Në rast se më pyesni kështu që mbyllja dhe stresi i lojës të më kenë ndikuar në këtë vendim, nuk është e vërtetë. Sepse një rreth parë për veten time nuk do ishte në rregull, sepse tradhtoj veten dhe shpirtin tim, dhe e dyta, përderisa kemi ardhur të jemi zëri publik, kemi pak përgjegjësi për shembullin që japim dhe për mesazhet që i përcjellim. Të paktën këtë gjë kam synuar Alba, që të përcjell mesazhe në publik. Ky është synimi pse unë jam bërë figurë publike, për të bërë zëri diçka e të bukur dhe të fuqishme. Pjesa që unë mbulohem këtu dhe kur dal jashtë jeta do më ndryshoj, unë ndihem shumë e lumtur edhe në paqe, se e di që jeta ime do ndryshoj komplet për së mbari, për të mirë. Dhe me zi pres që ta bëjmë. Edhe si tip që jam që nuk më dridhe qërpiku, edhe që jam sfiduese me veten time për ta zhvilluar veten drejt së mirës, prandaj po marr vendimin që mos e shtym më dhe po ta bëj që këtu mbrënda në Big. Ky vendimi im nuk ka të lidhje të bëj as pak për lojën këtu mbrënda, sepse vetë momentet edhe pas Bigu kam për ta dëshmuar se sa e vendosur jam për këtë. Që do të paragjykojmë shumë drejtimin që e bërim brënda në Big për lojën, edhe për finale, ndoshta edhe për çmim. E di shumë mirë, po mua më mjafton që vetë Zoti e din shpirtin tim të pastër dhe synimin tim të pastër që e kam për këtë. Unë kam thënë që Alba jam reale këtu, në të gjithë ngjyrat e mia dhe zhvillimin tim. Mbulesa është pjesë e rrugtimit tim të jetës.